Rrëfimi i djalit që u rrit nga Tezja. Ajo nuk ishte nëna e tij, por e deshi si të ishte. Kur nëna e tij vdiq, ai ishte vetëm 3 muajsh. Një foshnjë që nuk dinte çfarë po humte, por dikush tjetër e dinte mirë. Tezja e mori në krah dhe tha: "Mos ki frikë, unë do të rris si djalin tim." Dhe ashtu bëri. Ajo u zgjua netëve kur ai qante, i përgatiste bukën, i thurte çorapet, e çonte në shkollë, i fshinte lotët kur binte. Nuk e quante kur nip, por biri im, dhe asnjëherë nuk kërkoi falënderime. Kaluan vite, ai u rrit, u bë burr, u martua. Në dasmën e tij, dikush e pyeti me buzëqeshje: "Ti je jetim, apo jo?" Ai heshti për pak, pastaj tha: "Jo, unë kam pasur një nënë, dhe ajo është ulur aty." Tezja e tij, me duart të lodhura e sy të mbushur me lot, u ngrit në këmbë. Nuk foli dot, vetëm qau, sepse ndoshta për herë të parë, ndjeu se gjithë ato vite sakrifice, dashurie e lodhjeje, nuk kishin qenë kot. Ajo nuk e lindi, por e rriti me shpirt. Dhe ndonjëherë, nën nuk është ajo që të jep jetë, por ajo që të mëson si ta jetosh.